Ka raste kur, në jetën e të gjithëve ne, mëkati dhe krenaria dhe mbështetja të vetja na sjellin lëndime. Ka raste kur, në jetën e të gjithëve ne, kokëfortësia jon dhe qafëfortësia jon na sjellin lëndime në jetën tonë. Kur këto lëndime futen brenda nesh, gjë që i ndos secilit prej nesh, ne mund të ecim në dy drejtime. Këto lëndime ose do të na bëjnë më të mirë ose më idhnak. Lëndimet mund të na bëjnë më kokfort ose të na çojnë drejt një pendese të sinqertë. Lëndimet ose do të na bëjnë të përulur ose do të na verbojnë. Lëndimet ose do të na përkulin ose do të na thyen. Lëndimet ose mund të na ripërtërinë ose të na shtojnë irritimin. Tani unë mund t'ju dëshmoj personalisht se kur këto lëndime ne i dorëzojmë në dorën e Perëndisë son të mahnitshëm, nuk kemi pse t'i friksojmë asgjëje. Lëndimet kur ne ja dorëzojmë shpëtimtarit, ai na ripërtërin plotësisht. Lëndimet kur ne ja dorëzojmë ripërtëritësit të madh, mund të na sjellin bekime të pashpjegueshme. Këto lëndime, kur ne ja dorëzojmë rimodeluesit të madh dhe rikrijuesit të madh, ai mund të na sjellë gëzim të pashpjegueshëm nga këto lëndime. Copëzat e thyera të jetës son mund të ribëhen më të mira në duart e mjeshtrit ton. Ëndrat e thyera të jetës son mund të ribashkohen shumë herë më mirë në duart e atij që na jep ëndrat. A mund të dëgjoj një amen? Në mesazhin e fundit ne e lam Davidin në qytetin e Ciklagut, të cilin ati ja dha mbreti Akish Filisteu. Ciklagu, edhe si që thash, është vendi ku të gjithë ne bëjmë kompromis, dhe Ciklagu im dhe juaj janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Por megjithatë, për të gjithë ne, Ciklagu është vendi ku bëjmë kompromise. Ciklagu është vendi i idhujtarisë, Ciklagu është vendi i mosbindjes, Ciklagu është vendi ku shpërfillin vullnetin e Perëndisë, Ciklagu është vendi i krishtërimit bëje vet, Ciklagu është vendi ku ne improvizojmë, Ciklagu është vendi ku ne nuk i besojmë planit të Perëndisë për jetën tonë. Dhe aty, në Ciklag, Davidi preku fundin fare. Tek 1 Samueli 29, Davidi në fakt kishte shkuar aq poshtë sa donte që ti bashkohej ushtrisë së filistejnëve për të luftuar kundër popullit të Perëndisë Izraelit, popullit të tij. Për këtë arsye themi se ai preku fundin. Por Perëndia me plot hir e mbrojti atë nga kjo humnere pafund. Perëndia me kaq shumë hir siguroi një rrugë shpëtimi nga ora e tundimit. Perëndia me plot hir drejtoi hapat e Davidit, siç dhe ai vetë do të shkruante më vonë te Psalmi 37 vargu 23. Hapat e njeriu i drejton Zoti kur atij i pëlqejnë rrugët e tij, por kur njeriu rrëzohet nuk shtrihet për tokë, sepse Zoti e mban për dorë. Perëndia tregoi aq hir sa e çliroi Davidin nga ky budallallëk, nga kjo idiotësi e madhe. Aq shumë sa ai do të shkruante për këtë kohë te Psalmi 18:4 dhe 5, dhembje vdekjeje më kishin pushtuar dhe përrej njerëzish të kopshëm më kishin tmerruar, ankthët e Sheolit më kishin rrethuar dhe leqet e vdekjes më rrinin përpara. Ju lutem dëgjojeni me shumë kujdes këtë që do t'ju them tani, sepse ka lidhje me çdo njeri që po më dëgjon, me ata që ndodhen këtu dhe ata që po më ndjekin nga e mbar bota. Ndërkohë që Zoti e çliroi Davidin nga kjo orë të tmerrshme, tradhëtie dhe pabesie. Gjithsesi, siç ndodh shpesh, pasojat dhe shenjat zgjasin për një kohë të gjatë. Por edhe në pasojat e veprimeve tona, Perëndia shpesh i përdor këto lëndime për të na zgjuar në dorën e tij të hirshme. Nëse Davidi do të ishte kthyer nga çlirimi që Perëndia siguroi për të,
Nëse do të ishte kthyer dhe do ta kishte gjetur Ciklagun, qytetin e tij, të paprekur, me shumë gjasa do të kishte menduar, "Oh, mos, sa afër ishte." Dhe do të flinte. Me shumë gjasa do të kishte menduar, "Oh, mos, për pak sa nuk u futa në të lashe të mëdha, nga të cilat nuk do të mund të dilja dot më, si do të shërbej si vullnetar në ushtrinë e filistejnëve kundër popullit të Perëndis." Dhe pastaj do të kishte vazhduar me punët e tij si zakonisht. Pasi generalët filistejnë panë që mbreti i tyre po e ftonte Davidin kur ky doli vullnetar që të luftonte me ta kundër Izraelit, thanë, jo, nuk mund t'i besojmë atij, ai do të shkojë në betejë dhe do të kthehet kundër nesh, por kjo është mënyra e Perëndis për ta çliruar ata, nuk është e mahnitshme? Ai mund t'i përdor armiqtë tan për të na çliruar. Prandaj e dërgoi në shtëpi. Nuk mund të besojmë, shkon në shtëpi. Dhe Davidi kthehet në shtëpi në Ciklag dhe zbulon se qyteti është shkrumbuar plotësisht dhe të gjitha gratë dhe të gjithë fëmijët ishin marrë robër nga armiqt. Shikoni se çfarë ndodh me Davidin. Njeriu i cili ishte sipas zemrës së Perëndis. Le ta shohim pak. Kur ai filloi të bënte kompromise dhe shkoi në Ciklag, u largua nga Izraeli dhe shkoi në tokën e filistejnëve, ndaloi së besuari plotësisht te Perëndia. Ai filloi që të besonte strategjive të tij të zgjuara. Ai filloi të besonte planeve, manovrave dhe manipulimeve të tij. Dhe kur filloi ta bënte këtë, e dini se çfarë, gjithçka mori të tatpjetën. Gjithçka mori të tatpjetën për të. Dikush mund të thotë, po Michael, Davidi nuk jetoi në epokën e hirit, ai nuk jetoi në dhjatën e re. Ju lutem më dëgjoni. Falsiteti i shekullit të 21, që në të vërtet nuk është diçka e re, arrin deri në shekullin e 2, ku thuhej se Perëndia i dhjatës së vjetër nuk është i njëjti me Perëndinë e dhjatës së re. Kjo, miqtë e mi të dashur, është një rrezik që mund ta çojë vetëm në shkatërrim kishën e Jezus Krishtit. Ne nuk kemi dy Perëndi, Perëndinë e dhjatës së vjetër dhe Perëndinë e dhjatës së re. Ne nuk kemi dy libra, ne nuk kemi dy etika të ndryshme. Atyre që thonë se Perëndia e dhjatës së vjetër nuk është i njëjti me Perëndinë e dhjatës së re, sepse Perëndia e dhjatës së vjetër është Perëndia i ligjit, kurse Perëndia e dhjatës së re është Perëndia i hirit, kam nevojë që t'u bëni atyre këtë pyetje. Abrahami u shpëtua nga hiri apo nga ligji? Nga hiri, Zoti u bekoft. Ligji nuk ishte dhënë akoma, ai u dha 400 vjet më vonë. Perëndia gjithmonë shpëton me anë të hirit, si në dhjatën e vjetër ashtu dhe në të ren. Dhe këtu, duaj që ta shihni këtë këtu, pikërisht këtu. 1000 vjet përpara Krishtit, birit të Davidit. Këtu, jeta e Davidit do të shihte hirin e Perëndis që të shfaqej her pas here dhe pa pushim. Të dashur, Perëndia kurr nuk ndaloi së dashuri Davidin edhe kur ai shkoi në Ciklag. Perëndia kurr nuk ndaloi së dashuri Davidin edhe kur ai tradhëtoi dhe gënjeu. Perëndia kurr nuk ndaloi së dashuri Davidin edhe kur ai jetoi në frikë, në dyshime dhe nuk i besoi Perëndis. Ju duhet të kuptoni që dashuria e Perëndis është e qëndrueshme, ajo është e pandryshueshme, ajo është këmbgulse. Dashuria e Perëndis është ngulmuese, dashuria e Perëndis është e durueshme, dashuria e Perëndis nuk varet nga dështimet apo sukseset tona. Në fakt, për shkak të dashurisë së tij të thellë, për ne, Perëndia na udhëzon. Ai na qorton, ai na disiplinon dhe ai na kritikon. Të gjitha këto janë shenja të dashurisë së tij. Perëndia na do aq shumë sa nuk na lë që të jetojmë në mëkat dhe që të jetojmë në marrëzi. Kuptoni që si pjesë të dashurisë së tij, ai lejon që pasojat e natyrshme të mëkatit ton dhe të dështimeve tona që të na shërbejnë si një kujtesë e dashurisë së tij. Pasojat e natyrshme të prirjes që kemi ne për të rebeluar kundër fjalës së tij janë mënyra e tij për të na zgjuar nga trullosja jon. Pasojat e natyrshme të egoizmit ton të vazhdueshëm. Kur ne e duam këtë botë më shumë nga sa e duam atë, ai i përdor si zile alarmi për ne. Ktheu tek unë. Dhe këtë e shohim qartë këtu.
Perëndia i përdor pasojat e natyrshme të mëkatit të Davidit për t'i tërhequr vëmendjen. Unë të dua aq shumë sa nuk të le dot të ikësh. Të jeni të sigurt zemra e Davidit u thye kur ai pa Ciklagun të djegur dhe që gratë dhe fëmijët ishin marrë robër. Prandaj ata qanë. Ai dhe 600 burrat e tij u ulën aty dhe qanë, vajtuan me dënes derisa Bibla thotë se nuk kishin më fuqi të qanin. Por të dashur më dëgjoni pak. Vetëm kur jemi të lënduar, Perëndia mund të fillojë të bëj punën e tij ripërtëritëse në ne. Vetëm në këto lëndime Perëndia filloi ta ripërtërinte Davidin për ta bërë atë që ai mund të ishte dhe që do të ishte. Por tema e lëndimeve dhe bekimeve që vijnë për shkak të këtyre lëndimeve është një temë bizotruese në Bibël. A e dinit këtë? Sepse vetëm kur Jakobin e lan fuqitë e tij natyrore në Peniel, Perëndia filloi ta ripërtërinte atë dhe ta rindërtonte, dhe ai nuk u quajt më Jakob, por tani u quajt Izrael. Vetëm kur shkëmbi u çha në Horeb, uji shpërtheu prej tij dhe shuajti etjen e popullit. Vetëm kur 300 burrat e zgjedhur të Gideonit i thyen kanat e tyre si simbol të lëndimeve të tyre, atëherë fitoria u bë e mundur. Vetëm duke thyer 5 bukë dhe 2 peshq, Jezusi mundi të ushqente me mira dhe mira njerëz. Kur Maria theu alabastrën me vaj dhe vajosi këmbët e Jezusit, aroma e jetës së saj bekoi miliona njerëz. Por mbi të gjitha, kur vetë Zoti ynë Jezus Krishti lejoi që trupi i tij të thyej në kryq, shpengimi mund të derdhej drejt nesh. Dhe për shkak të këtij trupi të thyer, mëkatarë si ju dhe mëkatarë si unë mund të shpëtohen dhe të çlirohen përjetësisht nga mëkati dhe pasojat e mëkatit. Po. Perëndia i përdor lëndimet. Mos dëgjoni askënd tjetër që thot, është shumë vonë për ty, jo. Perëndia e përdor lëndimin. Po, Perëndia mund t'ju ripërtëri prej lëndimeve, nëse e lejoni atë. Nëse e lejoni, të dashur. Mund të çoni lëndimet tuaja para tij tani. Vetëm ju e dini se ku ndodheni. Unë nuk e di. Perëndia e di. Edhe ju e dini. Çojini lëndimet tuaja para tij. Dorëzojani atij dhe shikoni se çfarë mund të bëj ai për ju duke ju ripërtëritur. Unë e di. E kam provuar vetë. Vargjet 1 dhe 2, tek 1 Samueli 30. Davidi rikthehet nga një i çliruar prej këtij mundimi për tradhti, mashtrim dhe pabesi, për ta gjetur qytetin e tij të Ciklagut të shkrumbuar plotësisht. Amalekitët kishin shkuar dhe kishin djegur qytetin, kishin marrë rob gratë dhe fëmijët. Pyetje, çfarë do të bëj Davidi? Po varet nga cili David. Davidi përpara ripërtëritjes apo Davidi pas ripërtëritjes? Kuptoni që Davidi para ripërtëritjes me shumë mundësi do të ishte hedhur në veprim, ose mund të bënte atë që bënte më përpara. Ai mund të ulej aty dhe të zhytej në dëshpërim. Ju kujtohet kjo? Të mbulohej me një batanie dekurajimi, siç e pam në të kaluarën. Gjë që do ta çonte në një situatë më të keqe, por në vend të kësaj, tani Davidi i ripërtërir erdhi i thyer përpara Perëndisë. Kur zemra juaj është sipas Perëndisë, keni për ta kuptuar sa të pamjaftueshëm jeni dhe do të shkoni tek ai. Vargu 4. Atëherë Davidi dhe tërë ata që ishin me të ngritën zërin dhe i qanë derisa nuk patën forcë. Davidi jo vetëm që qau, por në vargun 6 e shohim sinqerisht të shqetësuar. Burrat donin që ta vrisnin me gur. Ata ishin të hidhëruar në shpirt për shkak të humbjes së grave, fëmijëve dhe zotrimeve të tyre. Le ta shohim pak. Por Davidi u forcua ku? Tek Zoti. Mund të pyesni, po Michael, si mund ta dim që lotët e Davidit nuk ishin lot krokodili? Do t'ju tregoj unë këtë. Shkrimi na thot 2 gjëra.
Së pari, pikërisht këtu në vargun 6, ai u forcua jo në projektet e tij, jo në strategjitë e tij, jo në planet e tij, por ku e gjeti forcën ai? Tek Zoti. Dhe miq të dashur, Perëndis i pëlqen që të ripërtëri fëmijët e tij të lënduar. Ati i pëlqen që të na ripërtëri dhe të na bëjë shërbëtor më të mirë dhe më të efektshëm për mbretërinë e tij, që të mund të na përdorë për punën e tij. Në këtë çast, Davidi mund të kishte qenë jashtë vullnetit të Perëndis, por nuk ishte jashtë dashurisë së Perëndis. Davidi mund të kishte qenë jashtë drejtimit të Perëndis, por nuk ishte jashtë mbrojtjes së tij. Davidi mund të kishte qenë jashtë udhëzimeve të Perëndis, por nuk ishte larg dorës së Perëndis. Davidi mund të kishte qenë në ciklagun e tij, por kur larg syrit të Perëndis. Syri i Perëndis është duke parë çdo hap. Dora e Perëndis është gjithmonë e zgjatur drejt nesh, derisa ne kthehemi duke qarë e duke vajtuar, mbase edhe derisa nuk kemi më forca për të vajtuar më. Perëndia nuk na ka braktisur, dëgjoni pak, Bibla kur thotë se Perëndia nuk do t'i lërë dhe nuk do t'i braktis kur fëmijët e tij, nënkupton se ai kur nuk do ta bëjë këtë. Dhe provën e dytë të pendesës së sinqertë të Davidit e shohim kur ai shkon për të pyetur Zotin. Dhe këtë gjë kemi parë gjatë gjithë këtyre mesazheve. Sa herë që ai është vetëm, ai e katranos. Sa herë që ai shkon dhe pyet Zotin, Zoti i përgjigjet atij. Pra ja ku shkon sërish. Kjo është prova më e qartë e një pendese të sinqertë. Ai nuk po flet më me veten, ai po flet tani me Zotin. Davidi nuk po i flet më zemrës së tij, tani ai po pyet Zotin. Vargu 7. Është vërtet një varg i bukur. Nëse i keni Bibla të hapur, nënvizojeni këtë varg. Vargu 7. Tek 1 Samueli 30. Davidi i tha priftit Abiathar, birit të Ahimelekut: "Të lutem, më sill efodin. Të lutem, më sill efodin." Dhe ju a shpjegova se efodi është ajo që vesh kur e prifti. Dhe ka urimin dhe thumimin, 2 gurët. Njëri shndërrin për po, kurse tjetri shndërrin nëse përgjigja është jo. Pra tani ai po pyet Zotin. Solomoni djali i tij vite më vonë do të shkruante te fjalët e urta 28:13. Kush i fsheh shkeljet e tij nuk do të ketë mbarësi, por ai që i rrëfen dhe i braktis ato ka për të fituar mëshirën. Dhe gati 2000 vjet më vonë, apostulli Gjon do të thoshte: "Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. Po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi." Charles Spurgeon dikur tregonte një histori për të na ilustruar gëzimin e rrëfimit, pendesës dhe bekimeve të rrëfimit dhe pendesës. Ai thotë se një duk u fut në barkun e një anijeje. Është pjesa fundore e një anijeje ku zakonisht mbaheshin të burgosurit, të cilët edhe remonin. Zakonisht në fundin e anijes qëndronin të burgosurit që shërbenin, por ai vendosi që të shkonte në pjesën e poshtme të anijes dhe t'i takonte këta të burgosur. Dhe ai filloi që t'i pyeste: "Pse ndodhesh këtu? Dhe çfarë të solli këtu? Pse je i burgosur ti?" Dhe gjithë secili prej tyre i tha: "Unë jam i pafajshëm. Nuk kam bërë asgjë të gabuar. Jam sjell këtu në mënyrë të padrejtë." Ata fajsuan dikë tjetër që gjendeshin aty, që ishin të burgosur. Njëri prej tyre i tha: "Gjykatësi u korruptua dhe më dërgoi këtu." Një tjetër i tha: atë e bëri dikush tjetër dhe unë po paguaj në vendin e tij." Asnjëri prej tyre nuk e rrëfeu krimin e tij, përveç një djali të ri. Shkoi te duka dhe i tha: "Shkëlqësia juaj. Unë gjendem këtu sepse jam fajtor që kam vjedhur para. Dhe prandaj jam i burgosur. Sepse është faji im. Unë kam bërë një gabim." Pasi e dëgjoi këtë, duka thiri gardianët dhe u tha atyre: "Çfarë bën këtu? Ky faqezi në mes të gjithë këtyre njerëzve të pafajshëm dhe të mirë?"
Largojeni që këtu. Dhe ai djalosh i ri u lirua me njëherë. Ai e mori lirinë e tij, ndërsa gjithë të tjerët vazhduan që të rremonin në anije. Pse? Sepse liria e të burgosurit erdhi si rezultat i rrëfimit për fajin e tij. Për sa kohë që marrin frym, kur nuk është vonë që t'i rrëfejmë mëkatet tona Perëndis, kur nuk është tepër vonë që të rrëfehemi dhe të vrapojmë drejt Zotit, kur nuk është tepër vonë që të pendohemi për kokë fortësinë dhe egoizmin ton, kur nuk është tepër vonë që të pranojmë sa të paduruar jemi me Perëndin, kur nuk është tepër vonë që të braktisim atë frymën kontrolluese, kur nuk është tepër vonë që dëshirat tona t'ia dorëzojmë atij, kur nuk është tepër vonë që vullnetin ton t'ia dorëzojmë vullnetit të tij, kur nuk është tepër vonë që mendjen ton t'ia dorëzojmë mendjes së tij. Kur nuk është vonë.